2011 është shpallur nga kompania telefonike Eagle Mobile si viti i arsimit. Në funksion të këtij qëllimi, Ministri i Arsimit Myqerim Tafaj, shoqëruar nga drejtues të kësaj kompanie, kanë qenë pjesë e fushatës së shpërndarjes së librave në një prej shkollave 9-vjeçare në zonën e Laprakës. Arsimi do të jetë prioritet e kompanisë Eagle Mobile për vitin 2011. Kjo kompani ka zgjedhur ambientet e shkollës së 9-vjeçare në Laprak për të çelur kalendarin në sloganin dorë për dorë me arsimin. Gjatë këtij aktiviteti ka qenë i pranishëm Ministri i Arsimit dhe Shkencës Myqerim Tafaj dhe drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile Ali Taskin. Gjatë fjalës së tij, Ministri Tafaj ka falendëruar kompaninë për mbështetjen dhe ka kërkuar që të gjithë bizneset të ndjekin këtë shembull. Unë e falenderova drejtorin e kompanisë për këtë iniciativë e cila konsiston në shpalljen e arsimit si fushë e veprimtarisë së kompanisë në tërësinë e veprimtarive sociale. Ajo do të zhvillojë edhe disa projekte të tjera gjatë këtij viti në shkollat tona që kanë të bëjnë me mbështetjen e nxënësve dhe të mësuesve, me mbështetjen e studiuesve dhe shkencëtarëve të rinj dhe me mbështetje sigurisht edhe në fushën e infrastrukturës. Uroj që iniciativa e kompanisë Eagle Mobile të nxjisë edhe kompanitë e tjera për të mbështetur sektorin e arsimit në Shqipëri. Në fjalën e tij, drejtori i kompanisë Eagle u shpreh se ky do të jetë viti i arsimit për këtë kompani dhe një arsim i fuqishëm do të ndihmojë vendin tonë për të ecur përpara. Bugün burada Sayın Bakanımız da sot patëm kënaqësinë që së bashku me Ministrin e Arsimit, me profesor Myqerim Tafajin, të bëjmë, të lançojmë projektin ton të madh të vitit 2011 që është arsimi. Dhe Eagle Mobile çdo vit ka shpallur një prioritet, siç ju e dini, dhe si vjet është zgjedhur pikërisht arsimi. Mendojmë se arsimi është gjëja më e rëndësishme për zhvillimin e një vendi dhe viti 2011 nuk mund të ishte tjetër veçse viti i arsimit, viti i mbështetjes për arsimin në Shqipëri. E ardhmja varet vetëm nga arsimi. Përfitoj nga rasti që të gjithë miqtë e biznesit, të gjithë kolegët tanë, siç ne operojmë në treg, t'i ftoj që të japin kontributin e tyre me sa kanë mundësi për këtë fushë shumë të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Kompania Eagle Mobile në seri të kontributeve në fusha të ndryshme në ceremoninë e sotme ka dhuruar rreth 500 libra për bibliotekën e shkollës 9-vjeçare në Laprak.